Në një akt padish shokuese ndaj rivalit më të madh të Recep Tayyip Erdoganit, kryeprokurori publik i qytetit më të madh të Turqisë e akuzoi kryebashkiakun e njohur të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, për 142 vepra penale korrupsioni, të cilat diktojnë dënime me burgim që varjojnë nga 828 deri në 2352 vjet heqje lirie. Rasti gjithëpërfshirës i korrupsionit që shënjestron İmamoğlu'n përfshin mashtrim të dyshuar, rishfet dhe krim të organizuar, sipas njoftimit të prokurorisë, ku nënvizohet se një akt akuzë është përgatitur nga Byroja e Hetimit të Krimit të Organizuar si pjesë e një verifikimi më të gjerë rreth asaj që ai e përshkroi si një organizatë kriminale. İmamoğlu, një figurë kryesore e opozitës nga Partia Republikane Popullore CHP, që është dhe forca kryesore e opozitës turke dhe konsiderohet si rivali më serioz i Erdoganit, u burgos në muajin mars së bashku me 100 persona të tjerë. Ai mohon me forcë të gjithë akuzat, të cilat për ndjekësit e tij kanë një sfond të qartë politik. Kryeprokurori Akin Gürlek u tha gazetarëve se hetimi ka përfunduar dhe është hartuar një akt akuzë prej 3900 faqesh, e cila përshkruan 142 vepra të veçanta penale që përfshin 402 të dyshuar. Ekrem İmamoğlu është themeluesi dhe udhëheqësi i organizatës, citohet të ketë thënë ai. Çështja sipas kryeprokurorit përqendrohet tek akuzat për manipulim tenderash dhe blerje të paligjshme të pronave gjatë kohës kur İmamoğlu shërbeu si kryetar bashkie. Organi i akuzës pretendon se krimet shtrihen në një dekadë, duke rezultuar me një humbje financiare publike në vlerën e gati 3.8 miliard dollarëve.